Allahun e falenderojmë që i takon madhnisë Allahut. Prej Allahut kërkojmë rahmetin, prej Allahut kërkojmë bereqet, prej Allahut kërkojmë falje dhe prej Allahut kërkojmë xhennet. Allahumma amin. I qojmë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Duke marrë parasysh se koha është me shi, gjumaja kaluar me shi dhe kjo gjuma me shi, prej gjuma deri në gjuma, kështu ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, erdhi një beduin Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ju drejtu dhe tha: "Ja Rasulullah, tha, janë ndarë heleket el mewashi, ka humb, do të thotë bereqeti dhe bagtit çka të hanë, o pejgamberi i Zotit, dhe janë ndërprerë rrugët e bereqetit tona, prandaj lutë Zotin që të bjen shi." Pejgamberi alayhis salam i ngriti duart 3 herë, edhe pse ishte nxehtë shumë i madh, dielli në kupë në qiell, tha: Allahumma asqini, 3 herë bani këtë dua. Ala para se me përfundu duaja e tretë, Allahumma asqini, vetëm mëret e mluan Medinën dhe Allahu lëshoi bereqet dhe shi për afërsisht 1 javë me radhë, dhe Allahu lëshoi shumë bereqet. Në xhuman e dytë erdhi një njeri tjetër dhe pejgamberi hipi në minber dhe i tha: "Ja Rasulullah, u shkatruam nga shiu, lutë Zotin ta ndal." Pejgamberi nuk tha: "O Zot, ndale shiun", po tha: "Allahumma hawalina", o Allah, këtë shi, këtë bereqet, çoje na për kodra, çoje na për fusha, çoje na për reka, çoje do të thotë jo mbi Medinën në të cilën vetëm kishte filluar me bodam. Edhe ne e bëjmë dua Allahut Azza wa Jall, që Allahu shiun ta ban të bereqetshëm dhe Allahu gjithë muslimanëve t'ja urojnë bereqetin. Elusim Allahun na begaton me mirësitë e tij në dynja dhe në ahiret, na ban nasib shefatin e pejgamberit. Kështu duhet me mësu nga duaja e pejgamberit alayhis salam. Nuk ka thonë: "O Allah, na le shiun", po ka thonë: "Allahumma hawalina", do të thotë: "O Zot, çaje këtë shi aty ku ka nevojë na për bereqet, na për kodra, na për fusha, na për lumej." Elusim Allahun edhe një herë që Allahu zbret bereqet mbi vendin ton dhe ku janë musliman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.